Dolën banorët e dynjas nga dynjaja pa e shiju më të këndshmën, më të mirën që është në te. I thanë, e qka është ajo ma e mira, ma e sheshmja, ma e këndshmja në dynja, që pas ka ndarë njerëzit pa e shiju, tha njohja Allah të zogjel. Thot Allah zogjel, wa ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. Nuk kam kriju e gjenët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që mua të më adhurojnë. Plot prej të parëve tonë kanë thonë illa liya'rifun, vetëm se të më njohin mu. Pse nuk kanë thonë diçka tjetër, por kanë thonë të më njohin mu, sepse nuk ka mundësi dikush me njoft Allahun azza wa jalla mos me adhuru. Nuk ka mundësi dikush me njoft Allahun azza wa jalla e mos më friksu atij. Nuk ka mundësi dikush me njoft Allahun azza wa jalla mos me dashur. Ndërsa në të kundërtën ka shumë që e adhurojnë por nuk e njohin. E adhurimi tonë është barë dhe ngarkesë, ndërsa nuk ka kënaqësi nga dënimet Allahut azza wa jalla që i godet disa robë ti që u hek ëmbëlsinë e adhurimit nga zemra. Ai adhuron, bën ibadet, ama është sikurse ai i cili është ngarkuar me një barë të rënd. Ai e bën, po esenca nuk është ti me bajt atë, esenca është ti mu kënaq me të, sepse dolën njerëzit nga dynjaja se shijun më të mirën që është në te. Ajo është njohja Allahut azza wa jalla. Kush e njeh Allahun azza wa jalla, pastaj adhurimi për të është kënaqësi që nuk përshkruhet, apo njerin këtë botë kur e njeh realisht Allahun azza wa jall dhe kjo njohje depërton në zemrën e tij. Zemra e tij vallëzon dhe kërcen, domethënë në formë figurative që e shpreh gëzimin, shpreh haren, sepse ka arrit me njoft Allahun azza wa jall. Mas kësaj njohjeje për temu nuk ka lodhje ndaj adhurimit, sepse ajo çka i ashton hala më shumë këtë harje dhe këtë gëzim zemrës. Nuk ka më për të ngarkesë me ruku dhe me sejdë. Për të rukuja dhe sejdja është momentin të sin ai e gjen zemrën e tij më të qetën, e gjen zemrën e tij në kulminacionin e qetësisë. Për këtë ata të cilët kanë jetu, kanë hangër, kanë pi, janë martu, kanë fitu pasuri, kanë shëtit, kanë shpenzu, kanë ndërtu shtëpia, kanë ble mjetet udhëtimit, kanë bu atë edhe atë edhe atë, nga të mirat e dynjas, kanë dalë prej dynjas, pa e njoft Allahun azza wa jall. Këta janë të gjorë, të mirë, këta do të më këshyrë me sy të mëshirës,